Kremtojmë ditën e shkollës. Faleminderit drejtoreshës. Dhe mësim dërësve që me punë arritën çdo sukses. Çfarë bën shkollën tonë të veçantë? Shkollën tonë e bën të veçantë bashkëpunimin e mes të nxënësve, mësimdhënësve dhe stafit të shkollës. Atmosfera pozitive që e krijojmë çdo ditë së bashku. Këtu secili ka rëndësi, secili mund të rritet, të mësoj dhe të ëndërroj. E veçanta është sepse ne jemi sikur një familje. Mbështesim njëri tjetrin dhe i festojmë sukseset e përbashkëta. Kjo ditë është një mundësi për të reflektuar për sfidat dhe rrugtimin tonë të përbashkët, por edhe për të festuar të arriturat tona. Në jetën e çdo individi, edhe une për vite me radhë, si drejtoreshe kësaj shkolle, jam përpjekur që me punë të realizoj momente të cilat kanë shënuar kthesa të rëndësishme në arsimimin e brezave, me që ras jam përpjekur që të lë pas një ndikim pozitiv. Që nga viti 2014, rrugtimi im në këtë institucion ka qenë një udhëtim i mbushur me përpjekje, sakrifica dhe sfida. E them këtë sepse kur fillova objekti shkollës ishte në gjendje jo të mirë, me një infrastrukturë të vjetruar dhe kushte mësimore të papërshtatshme për zhvillimin normal të procesit edukativo-arsimor. Stafi i shkollës punonte në mungesë të kushteve më elementare për të realizuar mësimin. Edhe pse ndodhej në qendër të qytetit, shkolla ishte harruar nga institucionet pa investime dhe pa mbështetje, ndonse ishte një shkollë me shumë potencial dhe me arritje të rëndësishme. Kjo më shqetësoi thellësisht, por ajo që më dha forcë ishte takimi me një staf të përkushtuar i cili mbështeste idetë dhe synimet e mia. Edhe pse ato nuk ishin të lehta, dhe jo të gjithë ishin të gatshëm ta përqafonin ndryshimin. Sfida më e madhe ishte nga t'ja filloja, më parë, për të ndryshuar këtë realitet. A duhet të nisja nga tabelat ku shkumsi rrëshqiste për shkak të korrizionit, duke bërë të pamundur leximin asaj që shkruhej, apo të nisja nga nyjet sanitare ku shëndeti dhe mirëqenia e nxënësve duhet të ishin prioritet. Pastaj ishin dyert dhe dritaret, shumica atyre simbolizonin harresën institucionale dhe mungesën e përkujdesjes. Në atë kohë, parashkollore kishte vetëm një klasë, pas një kusht. Këndi i lodrave ishte luks i pa arritshëm. Kabinetet ishin me pak mjete konkretizuese, ndërsa salla e sportit ishte funksionale për pa mjete dhe fusha e sportit mungonte plotësisht. Izolimi dhe termoizolimi ishte sfidë tjetër. Dhe po ashtu rrethoja e shkollës ku nxënësit do të ndihen të sigurt ishte e dëmtuar. Ankesat e prindërve fillonin sa po fillon të dimri, nga se ndriçimi nuk ishte në gjendje të mirë. Sfidat ishin të shumta, por edhe përkrasit nuk munguan. Ata ishin pjesë kyçe në përpjekjet e mia për të ndryshuar rrugtimin e kësaj shkolle drejt një mësimdhënie dhe mësimnxënie më cilësore dhe më të mirë. Përkraja e kryetarit të komunës Zotit Gazmend Muhaxheri ishte pika e nisjes së suksesit tim. Ai tregoi interesim të madh për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të shkollave në qytet dhe për shkollën Azdreni. Kjo mbështetje më ndihmoi në realizimin e planit zhvillimor të shkollës dhe të synimeve të mia si drejtoresh, duke investuar në projekte që do të mbesin kontribut afatgjatë në rritjen e cilësisë në arsim. Disa nga punët e realizuara: ndrimi i dyerve dhe dritarëve, ndriçimet i jashtëm i shkollës, rregullimi i klasëve për parashkollorët, renovimi i sallës edukatës fizike dhe fushës së sportit, furnizimi me materiale didaktike për kabinetet e shkencës. Faleminderit kryetar. Po ashtu vazhduan edhe shumë punë tjera për të realizuar, si bashkëpunimi ka vazhduar me institucione të ndryshme si Fondi i Kosovës për eficiencë në bashkëpunim me komunën e Pejës, izolimin dhe termoizolimin e shkollës, ndriçimin e që ishte projekt më i rëndësishëm që nga themelimi i shkollës. Vazhduan bashkëpunimin me Bankën Botërore, realizimin e kabinetit të teknologjisë dhe me gizin në bashkëpunim me prindrit të shkollës, gëlqërosjen e klasave dhe pajisjen me tabela.
Këndi i lodrave u realizua në bashkëpunim me kompaninë Devulli. Biblioteka u pasurua me tituj të rinj, ndërsa u krijua edhe UEFAQja e shkollës me mbështetjen e Elkos Group, klasa e gjithëpërfshirjes që u realizuar me UNICEF-in. Po ashtu bashkëpunimi ka vazhduar dhe me partnerë të jashtëm, në Gjermani me shkollën partnere Grimm Schüle, për kraja me inventar shkollor nga ata, duke vazhduar me Turqi, Suedi dhe me Shqipëri. Ky rrugtim kishte si imazh krenarie figura tona të shquara, ishën nxënësit ton, Toni Kukën, Majlinda Kelmendin dhe Distria Krasniqin. Ata bën që shkolla jonë të ndihej krenare dhe nderuar nga të gjithë ata që e vizitonin. Pjesëmarrja e tyre aktive dhe arritjet e tyre janë frymëzim për brezat e rinj. Në këtë ditë të veçantë, ku shënojmë arritjet tona, le të kujtojmë se çdo hap që kemi hedhur, çdo mundësi që kemi krijuar për nxënësit tonë dhe çdo sakrificë që kemi bërë, ka ndihmuar në ndërtimin e këtij suksesi të përbashkët. Dita e shkollës është një moment për të nderuar të gjithë ata që kanë dhënë kontribut në këtë udhëtim të mrekullueshëm, mësuesit tonë, nxënësit tonë dhe të gjithë stafin, që me përkushtim dhe punë të paloshme kanë dëshmuar suksese ndër vite, urime për të gjithë dhe suksese të mëtejshme në çdo hap që bëjmë së bashku.